Një 40 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Tiranës pas një hetimi të zgjeruar që zbardhi aktivitetin e tij mashtrues, përmes të cilit përfiton të shuma të konsiderueshme parash nga qytetarët. Sipas të dhënave zyrtare, shtetasi Ahmet Bellahu u arrestua pasi akuzohet se ka mashtruar një qytetar, duke i premtuar sigurimin e dokumenteve të nevojshme për udhëtimin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt një pagese për 21.000 eurosh. Policia bën më dije se Bellahu nuk është emër i panjohur për drejtsinë. Në vitin 2024, gjykata e Tiranës e dënoi atë me 6 vite burg për veprën penale mashtrimi me pasoja të rënda, pasi u provua se kishte përfituar pikërisht këtë shumë, 21.000 euro, duke mashtruar një shtetas me premtimin e rënë që për pjesën e pajisjes me dokumentacionin udhëtimi. Operacioni i koduar pasoja, i finalizuar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë numër 2 në bashkëpunim me specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare, u fokusuar në lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim për vepra penale të ndryshme. Gjatë veprimeve operative, u arrit të gjurmojë dhe ndaloj Ahmet Bellahu, i cili kishte bërë përpjekje të shmangë ekzekutimit të vendimit të gjykatës. Autoritetet theksojnë se arrestimi i tij u përbën një tjetër goditje ndaj fenomeneve të mashtrimit financiar, një problematikë që po trajtohet me prioritet nga strukturat hetimore. Ndërkohë 40 vjeçari do të vuajë dënimin e vendosur nga gjykata, ndërsa hetimet vijnë për të verifikuar nëse ka edhe persona të tjerë të dëmtuar nga veprimtaria e tij.